Borxhi i sigurimeve shoqërore vazhdon të rritet duke kërcënuar të ardhmen e pensioneve dhe punëtorëve të sotëm. Mospagesa e detyrimeve nga punëdhënësit, përfshirë institucionet shtetërore, ka çuar stogun e borxhit në 24.4 miliard lekë, me një rritje vjetore prej 8.4%. Qeveria ka ndërmarrë fushata kundër punës së zezë dhe reformave në skemën e pensioneve, por detyrimet e papaguara mbeten një problem serioz. Ndërkohë, pensionet në Shqipëri mbeten më të ulta në rajon, duke bërë situatën edhe më të rëndë për të moshuarit. Ekspertët paralajmërojnë se borxhi i sigurimeve shoqërore ka pasoja shumë më të mëdha se taksat e tjera, duke ndikuar drejt për drejt në përfitimin e qytetarëve. Në vitin 2014, qeveria të ershme gjeti 9 miliard lekë borxh të papaguara nga administrata e mëparshme. Megjithse u miratuan ligje për të frenuar borxhet e reja, detyrimet nga viti 2014 deri në vitin 2024 u rritën me 171%. Situata është e ashpër për bizneset private, të cilat përballen me bllokime të llogarive bankare nëse nuk paguajnë në kohë. Ndërkohë, ndërmarrjet shtetërore si ujësjellësit nuk penalizohen njësoj për shkak të rëndësisë strategjike të tyre. Ligji tatimor lejon pagesë me këste për borxhet fiskale, por jo për sigurime shoqërore, duke bërë edhe më të vështirë shlyerjen e tyre. Për sa kohë kjo situatë vazhdon, e ardhmja e pensioneve mbetet e pasigurt.